Laerti nuk e ka mohuar kur shoqërinë me Rozanën, madje ka thënë unë nuk kam pirë 3 kafe, por unë kam një shoqëri shumë të ngushtë me Rozanën Meridian, në qoftë se këto të dy nuk janë miq nga jashtë, si ka mundësi që një nga sekretet më të forta të historisë së jetës së Rozanës së thot Laerti në javën e parë. Ronaldo, pra i bie që marrëdhënia këtyre nuk ka qenë vetëm mirë banorët, Ronaldo, mirë banorët se kuptoj që janë lotë, se kanë një rrugtim gjatë, po ti të paktën ti çik më i vëmendshëm kur unë flas. Unë thash, ato janë miq, por mund të kenë bërë një marrëveshje finale sepse ka bërë çdo javë debat. Kushta që Big Brotheri dhe fituesit e Big Brother duhet të jenë të fokusuar vetëm tek debatet. Dhe pyetja ime për ty është, çfarë do të mbash? Po ta them unë Ronaldo, në 14 Big Brother që kam pa unë, nuk kam pa një lojtar që ka fjet gjumë dhe ka fitu. Po sepse është çmontuar. Po se ka fituar akoma mos e. Jemi flasim me mikrofon, lutem Gert që të dëgjohemi të gjithë. Gerti. Ata banori dashur falties, që flinte gjumë kur kam hyrë në shtëpi. Ditën e 10 ishte Lozana. Po si mo flinte gjumë sistematikisht do dreka vëlla. Prandaj ti kur ke pas synimet e qarta për ta sulmuar Lozanën, sepse flinte gjumë. Shkoj me edhe unë, shkoj ndihmoja, rrie me Lozanën dhe kërkoj të thjesht me Lozanën. Ti je një tjetër që ke pas synim me sulmuar Lozanën. Ti ç'do ti via? Ti do të jesh Po ta fusim 2 orë në shtëpi kujto. Dakor, të bëj një Romën. Pse pikërisht një sekond Ronaldo. Pse pikërisht ti zgjodhe të lodhesh me lojtar më dobët? Një muj. Po mirë më mirë, pse pikërisht zgjodhe që ti të lodhesh me një lojtar me një njerëz që flen gjumë? Kush unë? Ti po kur u futet brenda. Rozana duke qenë përmjet Ertit. Kur mori në projektin e Ertit, vet një njerëz që ka përgjigjuar si eksperiencë. Po. E mori zonja, e mori në sjetull e Ertit. Po, edhe që në finale. Rrye mua. Edhe që Më kthye për ta marrë mbrojtje. Pra ajo donte 2 kunguj të kishte në sjetull. Moj zemër, jam kunguj që pinte. Tjetrin e çoi në finale. Ky që shikon këtu përballë vetëm mund ta marrë bashkë bisedë. Edhe ushtar nuk është. Ky që shef këtu vetëm ushtar dhe kungull nuk do të bëhet. Po na Erti ka këtë fat mirë për shtatet. Është aktor i jashtëzakonshëm. E vlerësoj. O Gert, dhe ka bërë këtë. Do doja të veja do të flisim pak një shtrim tjetër të lojës së Rozanës, sepse Gerti mund të flasi për një moment latent gjumi ku në fakt është për folur. Jo, ku në fakt është për folur, më fal Gert, po mundohem të shpjegoj diçka. Po falur nuk e njeh nga, si ka mundsi, jemi strategjia e saj që afronte vajzat, edhe është komentuar edhe shumë sikur i përdorte ato si pedinat e saj. Po ku kemi njeriu më të afërt të Lozanës? Kemi njeriu më të afërt të Lozanës. Nuk e mbajti, e përzuri. Se duhet ishte e Erti. Jo, më nuk më jaj. Lutem tash, mos ta bëj kaq, mos ka hipokrit. Nuk është gjëra siç janë. Më fal Edi, nuk mendon se ka pas strategji Rozana këtë për të pasur aleanca? Si? Të jashtë. Në frikshme. Rozanën e keni pas frikë në momentin të parë. Po, un kam kanë prezente, kam pa xhanat. Çka ke parë ti mos? Çka kam pa? A kam kanë aty mbrapa. Ti kur ke hytim ke thënë ti je shumë e fortë, ke thënë mua. S'm ke thënë asnjëherë s'qetull as gjatë të tillë. Ose më ti fti gjumë tash i qafsh gardën tash. Flasha gjumë o Fti gjumë tash ti kishe rozën. Ti rozi për ty. Mos na bardh. Asnjëherë nuk ka ndodhur kjo gjë, edhe stop me këtë vjerë. Rozana ka mbajt njerëz kur ishte pa fund. E mërzitshme. Un kam folë fon me kokën time duke pasur. Richard, do doja të pyesja pak edhe vajzat. Dania, ti kam kuriozitet, je ndjer e përdorur në këtë lojën e saj? Jo, se Dania nuk është se kishte për qëllim që të futej diku dhe ta përdorte dikush. Ama un kam bërë shtypjen që ndjer pak e kërcënuar. Të dëgjojmë pak të gjithë ti, a mendon se Rozana ka tentuar të përfshi në këtë strategjinë e saj, në këtë lojën e saj? Të përfshi jo. Rozana ka këtë natyrën që vjen dhe të afrohet. Mbaj më njëherë ka thënë shko se unë nuk dua të zihem, domethënë nuk dua të zihem me ty në këtë sens sepse të vlerësoj etj, si do të tjera. Po ajo që unë dështoja për marrëdhënien e tyre, ne të gjithë banorët e kemi vënë re që në të vërtet Laerti i rinte pinz Rozanës. Ja ka mbajtur lojën o Dajna. Si do t'jetë. Ja ka mbajtur lojën dhe kaq. Sa ta mbaroj. Si do t'jetë, ata vërtet nuk është se kishin vetëm 2 kafe jashtë, ata njiheshin jashtë, pra të ndanin kaq shumë histori me njëri tjetrin. Rozi dinte një histori dashurie. Ai pastaj e ka përfolur disa herë këtë momentin e nënës, pra ti je një nën. Mund të them këtë tjetrën që Rozi disa herë është munduar t'i jap situata. Por Laerti ka qenë pak i tërhequr në këtë pikë.
Kështu që si do të ketë shkuar marrëdhënia e tyre, ka qenë më shumë një lajert i cili ka preferuar që të thotë unë jam shumë mik i Rozit dhe një Rozan që ka thënë unë lajertin e kam barr. Unë këto kam parë në shtëpi. Skandaloze. A është ky modeli që duam për fitues të mundshëm? Modeli lojës. Fakti që është finale dhe mendoj që ndali dhe të dëgjoj këngën e Amberit. E dim vetë dhe shohin vetë. Ne dim çfarë kemi dashur ne dhe çfarë kemi parë ne atje brenda. Kështu që situata e tillë është që Laerti nuk, pra hera herës ka patur tensionin, vetëm kur ja ka dhënë Rozi. Më fal, mundem në fakt Danja të kujtoj, janë aftësitë e veta që i kanë mbledhur si gocat, si çunat, jo vetëm gocat.